Lajm nga teknologjia, Apple po përgatit telefonin që mund të paloset. Sipas burimeve të fundit, Apple po teston një version të iPhone që mund të paloset si një libër. Pajisja pritet të ketë ekran fleksibël dhe bateri të dyfisht, duke ndryshuar përfundimisht mënyrën si përdorim telefona. Lajmi ka marrë dhe në rrjetet sociale.